Sigurisht që rastet e tilla të cilat shpërfaqin ndoshta edhe urrejtjen, keq trajtimin, në disa raste keq trajtimin verbal, keq trajtimin fizik, konfliktet verbale, dhunimet psikologjike apo etiketimet psikologjike, si ky rasti i fundit ku një rom, i komunitetit rom, e vuan këtë tronditje që për mua lirisht cilësohet traumatike. Në këto raste duhet jo vetëm intervenim urgjent nga institucionet, por me patjetër duhet të ndërmirë masa në inicimin dhe organizimin e mekanizmave institucional për të themeluar dhe për të organizuar njëkohësisht edukim brenda shoqërisë, dhe kur them edukim brenda shoqërisë, në raport me komunitetet, sepse sot komunitetet duket sikur po e vuajnë shumë më shumë bullizmin, abuzimin, keq trajtimin dhe të gjitha këto komunitetet po strapacohen në cep dhe po kalojnë faza të vështira socio-emocionale, faza këto të cilat kërkojnë kohë e durim pastaj të procedohen në trajtime terapeutike. Unë do të rekomandoja që të gjitha organizatat kredibile, kompetente në qytetin e Prishtinës të ndërmarrin masa jo vetëm në organizimin e tryezave multidisiplinare, por njëkohësisht të parashtrojnë dhe të rekomandojnë aktivitete jo sensibilizuese vetëm, por edhe aktivitete praktike në reduktimin, luftimin e këtyre dukurive dhunuese ndaj komunitetit rom. Unë në cilësinë e psikologut, por edhe si aktivist i shoqërisë civile dikur, kam bashkëpunuar me komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian, dhe jam dalë jashtëzakonisht i kënaqur me rezultatet e arritura të atyre organizimeve shumë produktive mes punës për ne si profesionistë dhe organizatave që fushëntarinë e tyre e kishin me tekste veçantë mbështetjen psikosociale për komunitetin rom. Dhe nga shumë situata kam kuptuar dhe kam identifikuar që ka pjesëtar të komunitetit rom që shquhen për aftësi dhe prirje të jashtëzakonshme, talentuese e profesionale, të cilat to duhet të stimulohen nga institucionet. E jo një i komunitetit rom të keq trajtohet apo të dhunohet dhe ne çfarë të vijojmë tutje me këto procedura formale, të thirrjeve institucione, organizimeve, apo fshatave ndërgjegjësuese, jo. Akoma më thellë se kaq. Duhet jemi pragmatik në të gjitha proceset në mënyrë që të jetojmë të solidarizuar dhe tolerant njëri me tjetrin, të barabartë njëri me tjetrin, sepse jemi në një shtet sovran, multietnik dhe duhet t'i respektojmë pa diskriminim të gjitha shoqëritë në mënyrë krejtësisht të barabartë. Me siguri keni dëgjuar edhe deklaratën e pjesëtarëve të policisë së Kosovës, të cilët pretendojnë se kanë qenë ata të cilët kanë ushtruar dhunë, kanë qenë me helmete, nuk kanë mujtë mu identifiku, edhe pse janë marrë xhirimet prej atij vendit ku ka ndodhur ngjarje. Jo vetëm kjo që na jep mundësi që ne të thedhohet në diskursi lidhur me këtë, mirë po ekzistojnë edhe forume të ndryshme të organizatave jo qeveritare të cilët ndoshta vetëm me një reagim mundohen që ta zbusin këtë aspektin e diskriminimit ndaj komunitetit, mirë po ka edhe një platformë e cila është kombëtare, e cila udhëhiqet edhe prej zyrës së qeverisë së Kosovës, mirë po... Zyra për qeverisë të mirë. Po, nuk po shohim asgjë praktike, nuk po shohim asgjë që është ndërmarrë që ta sensibilizojë opinionin lidhur me diskriminimin që i bëhet komunitetit. Po, dallimet janë mëdha kur dikush reagon publikisht apo dënon ashpër situatën si ajo që ka ndodhur në komunën e Prishtinës, është thjesht një reagim solidarizues apo sensibilizues ose ndërgjegjësues
reagim ky që nuk mund sjellë dhe rezultate efektive në parandalimin apo minimizimin e këtyre dukurive famkeqe kundrejt komuniteteve pakic, por a duhet më thellë se kaq institucionet tregohen fleksibël po? Si komunitet, absolutisht. me një reagim, Jo. me një kërkim fajnë? Kjo i bie thjesht të ngushëllohesh në një moment të caktuar, por pastaj çfarë? Lindin pritje tjera për ndonjë rrezik tjetër eventual nga qarqet apo adresat e panjohura që mund vinë befas dhe mund të na rrezikojnë apo mund ta rrezikojnë mirëqenien dhe integritetin e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian. Dhe sigurisht që për t'i minimizuar ose për t'i parandaluar këto situata kërcënuese nga adresa tjera kush do qofshin ato, ne duhet domosdoshmërisht të aktivizojmë edukimin apo qasjen psikoedukative ndaj shoqërisë, institucione dhe në shkolla unë propozoj që të diskutohen dhe të trajtohen tema të po këtij karakteri. Pra, roli i shoqërisë, raportet e njerëzve, raportet ndërnjerëzore në mes të racave, kulturave, traditës, komuniteteve. Unë nuk e di, akoma nuk kam ndonjë informacion konkret, a ka në shkolla diskutime të tilla ku një adoleshent është mirë informuar për rolin dhe funksionet e një komuniteti brenda një shoqërie, brenda një shteti, apo a janë të mirë informuar se si duhet të ndërtohen raportet e shëndosha me një pjesëtar të një komuniteti tjetër dhe a janë të trajnuar të rinjët tanë të bashkëpunojnë me pjesëtarët e komunitetit tjetër në ngritjen e kapaciteteve apo funksioneve shoqërore e jo të ndahen, të klasifikohen personat, individët dhe komuniteti rom të shihet apo të perceptohet me një sy të vrazhd, me një përshtypje, ndonse ta themi pa keq kuptime averzive ose neveritse, dhe kjo përshtypje pastaj të trashëgohet breza në tutje. Ne duhet të jetojmë me raporte të shëndosha, kohezive bashkëpunuese. Ja, unë jam dëshmitar se çfarë raportesh e periudhash të mira e fazash bashkëpunimi kam kaluar me komunitetin rom, ashkali dhe egjiptian. Por, po të shikosh anën tjetër të medaljes, unë mendoj që duhet domosdoshmërisht të intervenohet në shkolla, brenda komunitetit, në lagje, me institucione tjera relevante dhe të ulim përkushtimin ton mbi këto reagime, ta themi formale. Kur them të ulim përkushtimin, po i vëmë theks vetëm këtyre reagimeve bombastike në rrjetet sociale, dënojmë ashpër sulmin ndaj një komuniteti. Okej, dakord. Po pse kush doli të propozoj ndonjë ide praktike për ta implementuar atë, në qofse e shohim. Sot unë propozoj që të dënmiren masa dhe të krijohen mekanizma institucional dhe të aplikohen këto forma sociale apo metodash implementuese për t'i parandaluar këto dukuri famkeqe. Ne, si shoqëri, duhet të jemi implementues, e jo vetëm teorik, ose në disa raste futurist, me ide, me hipoteza që ku nuk i vëmë në letër, e pastaj në praktik. Edhe pse e morëm mesazhin direkt drejtuar institucioneve dhe shoqërisë civile në këtë rast, cili do të ishte për këtë rast që folëm, cili do të ishte mesazhi juaj drejtuar institucioneve e veçmas atyre të institucioneve të sigurisë në Kosovë? Le të bashkëpunojnë ngushtësisht me organizatat qeveritare, me qendra për punë sociale dhe me shërbime tjera, me institucione tjera relevante që ofrojnë shërbime
sociale, familjare, në raport me komunitetin Pakic apo me komunitetin Rom Ashkali Egjiptian, por edhe me komunitetet tjera, jo t'i lënë me një anë këto vetëm si diskurse, diskutimi apo tema publike që trajtohen ndoshta 3-4 herë apo 4-5 herë, 6 herë dhe në fund pastaj cili është rezultati. Një bëj thirrje gjithashtu institucioneve që të organizojnë grupe punuese për realizimin e eksperimenteve sociale brenda komuniteteve, jo vetëm Pakic, po edhe komuniteteve shumic, edhe brenda shoqërisë në tërësi, dhe çfarë frytesh sjellin eksperimentet. Nga eksperimentet sociale njerëzit mund ta forcojnë koshiencën apo vetdijen e tyre kolektive për ta trajtuar tjetrin në mënyrë të mirëqen, të shëndosh dhe respektive. Por, në qoftë se ne rrim në vend numëro dhe nuk ndërmarrim masa thelbësore dhe rezultative për të minimizuar këto raste, atëherë unë dhe ti Daud tani marrim telefonat tanë, e shkruajmë një status, dënojmë për këtë akt dhe e nesër me çfarë vazhdon rutina jo. Cili është rezultati? Pas 2 javë ose 3, hipotetikisht po flas, edhe një rast tjetër. Çfarë? Hajde, edhe një emision, një tërjes multidisciplinare, e vlerësojmë rrezikun i ulët, i mesëm apo i lartë. Çka? Ku jemi? Asgjë kundi. Te implementimi, merrni shembull Finlandën, merrni shembull shtetet skandinave, merrni shembull shtetet tjera, Danimarkën, edhe shumë vende tjera të cilat në objektivat që i parashtrojnë gjithmonë në prioritet kanë implementimin në atë si çfarë planifikojnë dhe e shkruajnë edhe e mirë organizojnë. Ndërkohë sot letra sa të duash, projekte sa të duash, të sistemuara njëra pas tjetrës, dhe po t'interesohesh për implementimin e tyre, nuk e di se cilat do të ishte përqindja apo rezultati i kënaqshmërisë. Kjo është ajo që më brengos. Prandaj u bëj thirrje edhe Komitetit Rom Ashkali Egjiptian që ta ruajnë qetësinë dhe të jenë në kontakt të përditshëm në rast nevoje, por sigurisht do të përfitojnë nga shërbimet dhe të drejtat që u takojnë me institucionet, sepse ka edhe ta tillë nga komuniteti Rom Ashkali Egjiptian që ndoshta janë të heshtur në umbrellën e turpit, të ndrojtur, ndoshta edhe të friksuar, edhe nuk janë në dieni se si funksionojnë institucionet, ligjet, e duhet domosdo që edhe komuniteti të vetëdijsohet, të ndërgjegjësohet për të drejtat që u takojnë në mënyrë që të luftojnë edhe të arrijnë synimet që i kanë. Jena shoqëri multietnike, po jetojmë në një shtet sovran demokratik, t'i lëmë një anë natet edhe këto prirjet raciste, bulliste, vjojmë tutje sepse vetëm nga bashkëpunimi kemi rezultate. Nëse kemi ndasi, atëherë jemi çdo herë më tepër drejt humbjes. Faleminderit e juve, ju përgëzoj për punën dhe angazhimin tuaj në botën e gazetarisë.